Flamurin në shteti që quhet Serbi, që kur s'ka mu pranu këtu, sepse Serbia ka hak t'i veni. Fjallën dhe rreth ligjshmërisë do t'a japin monitorues të Ministrisë së Pushtetit Lokal, sepse unë nuk kam qenë prezent. Ata monitorues janë që e përcjellin, domethënë seancën, dhe sa i përket ligjshmërisë, ata janë aty për të dhënë vërejtjet ose ku ta diun. Mirë, po sa i përket flamurit Serbisë, unë gjatë edhe mandatit që kisha, kur kishëm seanca, kemi pas në disa nga lista, në listë qytetare, grazanska iniciativa, është përmendur ai flamur, që se gjoja unë po dash ka qyshe kom hiqë, me qenë se këto grupe teknike, por ai flamuri që këta po thiren, që në për disa objekte po thiren të vendosin, unë edhe atëherë jam shpreh edhe para ty nëse si të rasin këta edhe ndërkombëtar. Ai është flamurin në shteti që quhet Serbi, që kur s'ka mu pranu këtu, sepse Serbia ka hak t'i veni. Sa i përket flamurit kombëtar të serbëve, nuk ka kurfar kontesti, mirë, por nuk është ai flamuri kombëtar i serbëve. Ai është flamuri shtetënor i Serbisë me këta SS-a qysh i kanë atë, kurse ai flamuri, çaj flamur, pa që ato emblem me tringjyra se i Rusisë, është i flamurit kombit serb, që kanë të drejtë në bazë procedura, jo të përdoret ai kur qyteteket, si të gjitha